Në prag të sezonit turistik, mungesa fuqisë punëtore vijon të jetë një sfidë në plazhin e Velipojës. Një gjë e tillë pranohet nga vetë operatorët turistik. Ato synojnë që personeli të jetë me punëtor vendas. Kena filluar ne për përgatitjet duke sistemuar gjërat e çuar në përvende. Shpresojmë që në fillim të qershorit jena gati domethënë për akomodimin e turistëve. Ditë për ditë, siç shihet domethënë nga pamjet po mundohen që të plotësojmë kushtet sa më mirë që në mënyrë që turistët mesin të kënaqur edhe nga shërbimi, po shumë cilësia e pastërtia e gjitha. Siç kanë problem të gjithë sa përket aq më tepër në sezon është problem me gjithë punëtor, edhe ne kena vështirësitë, por shpresoj që deri në ditën që të fillojmë me hapjen e sezonit të kena plotësuar edhe punëtorët me stafin e kuzhinës, kamarierët apo dhe sanitarët. Ne kena filluar me përgatitje si çdo vit tjetër, nga eksperienca e viteve të mëparshme, po bëna gati avash për fillimin e sezonit që të kena një sezon sa më të mirë. Sfidat dhe problematikat janë pothuajse për çdo vit. Është problemi i fuqisë punëtore që është për çdo vit më i madh, por gjithsesi ne na mundum me marr masa që kena një sezon të mirë dhe të presim turistat ashtu siç duhet. Një problematikë është amortizimi i rrugëve dytësore të Velipojës, ku operatorët kërkojnë investime. Ato theksojnë se vetë turistët ankohen për infrastrukturën. Problematikat hasen veçanërisht tek pjesa e rrugës. Faktikisht ne kena nevojë thjesht për investime që bashkëjet fokusohet pak edhe tek sistemimi i rrugëve, sepse këtu te rruga 2, domthonë mes 2-shit dhe 3-shit është një problem. Edhe gjëja që hasin më probleme tek turizmi, domthonë pak nësia është infrastruktura. Thonë keni bërë investime shumë të mira edhe për hotele ose kushtet që e akomodimit, por mbetet për dyshu rruga pra. Se përket pastërtisë, nuk kena ne problem, këtë bashkia ka marrë masa me çashive edhe tash për pjesën e pastërtisë sistemive të plazhit, por problemi me jetën e pak rrugë dytësore, sepse kjo rruga ku jena ne është pak sa rrugë dytësore dhe kena nevojë thjesht më shumë për fokusim të kjo. Unë e kam ngritur gjithmonë si shqetësim, infrastruktura e brendshme e Velipojës lën për dëshiru. Me të thënë drejtën, me fol përsëri në 2026 për infrastrukturën në një vend bregdetar nuk duket normale. Ai është për mua në problemet më kryesore, sidomos infrastruktura e brendshme. Çdo sezon veror, Velipoja është një nga plazhet më të frekuentuara në vendin tonë.